Pra, njerës me që kem të Xhamia Kuba, tash kena ardhën të kodra e Uhudit. Pra si që një të po këtu prapa me është kodra e Uhudit. Ja, këtë mujni me pa ma pastërt edhe pak prej ma hafër. Dhe më thonë, e gjithë kjo është kodra e Uhudit. Po tash përsëri hoxha do na shpjegoje ndodhit rreth kësaj kodre, edhe do e keni hala ma qartë historie. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Këtu pas qysh është kodra e Uhudit, kjo krejt. Do të thotë 7 km është gjatësia, apo 7 km e gjis është gjatësi. Këtu pas nesh e kemi kodrën e shigjetarve. Në vitin e 3 Hijri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi lajmi se mushrikt e Mekkës janë duke u nis prej Mekkës me ardhmë me e sulmu Medinën apo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 2 Hijri e dim shumë mirë që ndodhi një luftë e cila e ka emrin lufta e Bedrit. Në luftën e Bedrit fituan muslimanët. Atje ishin diku 314 ushtar musliman, ndërsa ushtria armike ishte diku 1000 ushtar, apo në transmetime që ka ardhur 950. E këtu në këtë luftë muslimanët ishin 1000 ushtar, ndërsa pabesimtarët ishin 3000 ushtar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi lajmi e përgatiti ushtrinë e tij apo i konsultonte shokët e tij, e sahabët më të vjetër thanë ja Rasulullah, ta presim ushtrinë armike brenda Medinës. Ndërsa ata sahabët që ishin më të ri, disa që nuk ishin prezantuar në luftën e Bedrit, thanë ja Rasulullah, të dalim jashtë Medinës. Dhe vendosën që dalin jashtë Medinës. E ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veshi veshjen e luftës, atë parzmoren, e veshi atë mburojën, që themi ne atë shlemin e vendojnë kokë, thot veshje e luftës, dhe doli prej shtëpisë së tij. Dhe erdhën ata sahabit më të ri që i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të luftojmë jashtë Medinës. Thanë ja Rasulullah, sikur të banëm presion, dhe nëse don i presim pabesimtarët brenda Medinës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk i takon një pejgamberit të Allahut që pasi ta vesh veshjen e luftës, ta zhvesh prapë. Dhe kështu u nis prej Medinës dhe u ndalen atje në mes të rrugës, në vitin e 3 Hijri. Thuhet që kanë nis në mbrëmje, e janë ndalë aty, e kanë falë namazin e sabahut. Sa tham ishin 1000 ushtar, 300 ushtar në krye me Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, koka e munafikëve të asaj kohe, u kthyen prap. E lan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 700 ushtar. Mirë po ai sallallahu alaihi wasallam nuk ktheu prap. As nuk i humbi morali pse u larguan 300 ushtar. Jo, vazhdoi rrugtimin dhe erdhi këtu në Uhud. Dietarët kanë përmend disa shkaqe se pse ka zgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kodrën apo këtë vendin e Uhudit. Për shkak se mes asaj kodrës dhe kësaj kodrës, normal kjo kodra ka qenë më këndej, edhe ajo kodra ka qenë më këndej, nuk nxen më shumë se 1000 ushtar, më i rreshtu. Dhe ajo përballja kur tjetë me ushtrinë armike tjetë numri i njëjtë. Kjo është shkaku i parë. Shkaku i dytë ishte, ne tham që e kanë falë namazin e sabat dhe janë nis këtu për në Uhud. Muslimanët kanë qenë pozicionuar në këtë anë. E lindja e diellit ka qenë nga janë. Kur të lind dielli, armiqve me jura në sy, e muslimanët kanë me pas diellin pas shpinës dhe ka me i pengu armiqt apo mushrikt e Mekkës. Dhe kështu ai sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe strateg i luftës dhe i rënditi këto muslimanët, aqe të kodra e shigjetarëve i la 50 ushtar, e që komandant të tire e la Abdullah ibn Xhubairin radiallahu anhu, dhe filloi përballja. Muslimanët fillimisht e fituan luftën. Ushtria armike u largu, mirë po Khalid ibn Walidi ende kishte qenë pabesimtar dhe i kishte prit prej pas muslimanët, se çka ka me ndodh. E kur pabesimtarët u larguan, këta 50 këto panë që mushrikt largohen dhe vrapuan pas plaçkave të luftës. Dhe kështu 40 ushtar e lëshuan kodrën. Abdullah ibn Xhubair radiallahu anhu mbeti me 10 ushtar. Dhe erdhi Khalid ibn Walidi që ka qenë strateg i madh i luftës. I vrau këta 10 ushtar, e vrau edhe Abdullah ibn Xhubair radiallahu anhu. Dhe kështu pasaj Khalid ibn Walidi ju doli prej pas, muslimanët mbetën mes. U kthyen edhe ata ushtarët e pabesimtarëve dhe i kapën mes. Dhe këtu lindi dyshimi se është vrarë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A që në mes, tash Allahu alem ku ka qenë ajo gropa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ra në këtë grop. E thuhet që këtë grop e ka ndërtuar një pabesimtar më herët dhe tha la'alla yamur min indiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasqutu fiha. Ndoshta ndonjë ditë ta do të kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga ky grop dhe do të bjen ta dhe ka ra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit dhe thuhet që janë thithë mballët. E kur ka dash me dal prej gropës, një pabesimtar i ka ra me shpatë në atë mburojën që e ka pas në kokë prej hekuri. Dhe ajo mburoja i ka pas di hekura kështu dhe thuhet që i kanë hinë fashën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë mundu me ja hek disa sahabe dhe ai i cili ka hek ata hekura prej faqës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Enesi radiallahu anhu, që thuhet që i ka hek me dhambët e tij, saqë janë thirrë dhe dhambët. Kanë thënë sahabët, nuk e kemi pa me më të bukur Enesin, përveç se atë ditë kur i kanë ra dhambët duke ja hek atë hekurin prej faqeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu pasi u përhap lajmi që ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e morën disa sahabë në shtëpinë, e prej tyre ka qenë Talha ibn Ubejdillah radiallahu anhu, dhe u nisën në atë drejtim atje. U larguan për me hip atje në Kodër. Dhe sahabët e rrethuan Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pabesimtarët gjuanin shigjeta, saqë thuhet Talha e ka nxjerr dorën, e ka kap shigjeta dhe ka mbet invalid për shkak shigjetës që e ka kap për ta mbrojtur Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thuhet që këtu kanë prezantuar edhe gra. Thuhet që ka qenë Ummu Imara, një grua e cila i ka pas 18 plak në shpinën e saj. Thot e ka kthi shpinën dhe shigjetat e kanë kap Ummu Imaran, duke dash me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alaihi salam e pyet Ummu Imaran, pse po vepron kështu? Ja Rasulullah, po du me qenë në xhennet me ti. Thot dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë e madhe. Megjithse grua trimresh. Dhe largohet pejgamberi alaihi salam a qenë Kodër dhe Ebu Sufjani bërtet prej larg. Dhe ju thot sahabeve, e fikum Muhammed, a është në mesin tuaj Muhamedi, duke menduar që ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E fikum Ebu Bekr, a është në mesin tuaj Ebu Bekri, e fikum Umar, a është në mesin tuaj Omeri. Muslimanët nuk falën. E pasaj Ebu Sufjani filloi të bërtet dhe thot madhëria dhe lartësia i takon Latit, Uzzës, Hubelit, që kanë qenë idhuj, që i kanë besu idhujtarët, mushrikët e Mekës, e që kanë qenë për rreth Mekës ta idhuj. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ja Omer qohu, atash po shumë pasi që e ka lartësu Latin, Uzzën dhe Hubelin, atër u shu Omer radiallahu anhu, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është gjallë, Ebu Bekri është gjallë, Omeri është gjallë, dhe se madhëria dhe lartësia i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe u shpartalluan pabesimtarët, u larguan prej Medinës, ra në dëshmorë në këtë luftë 70 dëshmorë. Thot 40 apo 10 dëshmorë që i vranë atje në Kodër, disa prej tyre që u vranë këtu në fushë betej, thot gjithsej 70 dëshmorë. Po çka është më interesantja, subhanallah, muslimanë pasi janë kthi prej luftës së Uhudit në Medinë, nuk i kanë tregu asnjëherë emrat e atyre që kanë qenë në Kodër dhe kanë lëshuar Kodrën. Për shkak se kanë dash me mbrojtë nderin e vëllezërve të tyre. Jo me thanë la filani Kodrën dhe mos e kishte lanë ai, nuk e kishim humbur na luftën e kështu me radhë. Jo, kanë dash me mbrojtë nderin e vëllezërve të tyre, ashtu siç na urdhon Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta mbrojmë nderin e vëllezërve dhe motrave tona në ditën e sotit. Këtu në këtë luftë ra dëshmor edhe mingja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hamza radiallahu anhu, ra dëshmor edhe Mus'ab ibn Umeri radiallahu anhu, i cili kishte qenë i pari që e kishte dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë me i thirr banorët e Medinës në Islam, dhe këtu janë varrezat e tyre, janë të varrosur këto, që tash do të afrohemi t'i shohim varrin e Hamzës radiallahu anhu dhe varrin e Mus'ab ibn Umerit, dhe këtu për rreth janë të varrosur edhe dëshmorët tjerë që kanë ra dëshmorë këtu në këtë luftë. Kjo është parafërsisht rreth luftës së Uhudit, nëse dikush ka ndonjë pyetje, urdhnoni pa. Dhe varri i Mus'ab ibn Umerit.
E varre qera nuk duken. Do thot nuk ka gurë zbukurime si të natën, thot. Sepse nuk është prej suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thuhet transmetim apo në librat e historisë se varrezat kanë qenë atje, në atë luginën e pat me autobus, e kur ka ardhur një vërshim i madh i shiut, i kanë nxjerr trupat e dëshmorëve. Kjo ka ndodhur qindra vite pas vdekjes së tyre, pas i kanë ra dëshmorë. Mirë po, subhanallah, thuhet që ajo vërshima kur i kanë nxjerr trupat e tyre, kanë dalë të freskët. Do të thotë, nuk janë kalb, dhe i kanë marrë dhe i kanë varrostu në këta varrezat. Thotë kjo do të thotë në qindra vite ka shku pas që vërshimet i kanë shpalos trupat e tyre prej varreve, megjithatë na dim shumë mirë që trupat e dëshmorëve ka raste që nuk prishen. Gjithashtu edhe trupat e pejgamberëve të Allahut. Pra njerëz, pasi që shpjegoj hoxha historikun, tash jena të hip këtu të kodra e shigjetarëve ku kanë qenë, ose më saktësisht ku janë pozicionu, edhe keni me pa edhe prej naltë se qysh do këtë. Pra, si që një të e pa, të mbrapa me e shkodra, tash këna mund gjitë edhe pak ma nalt, edhe ja të reve edhe njerë pamjen se qysh do këtë. Gjim dhe të pika ma e nalt këtu të kjo kodra, e shigjetarve, edhe tu përbëllë e kena kodrën e Uhudit. Okej, me që e pat tash edhe kodrën e Uhudit, tash destinacioni nuk e di ku e kena, po si do qoftë ne halojena këtu edhe halakeni qka me pa. Për ndryshe, këtu të kodrat e Uhudit, ka edhe vende ku mujnë më nalë me familje me pi kafe, edhe vende shumë qeta, shumë të mira, si që një të i pa. Pra njës tash për momentin kena ardhë të një kopsht i hurmave, edhe shtu bodokët. Pas ka për rreth vende ku mull me pi kafe, tash së di ku është, së di ku janë hurmat, qam t'i pa hala, shtu du t'lungon, garan. Ama terë është. Ose ndoshta s'ka hiq, po i ka me të emrin që është kopshti i hurmave. Për ndryshe veni, ambient familjar, i qetë, më kënaqë. Selamu alaikum nga dita e gjuma. Pra sot është ditë e gjuma, këna arë këtë gjami pejgamberit a.s. prap, me falë gjumon, edhe e pata rastin më konë të kjo pjesa e kubave naltë kom hypë, edhe qëtu e kam minarën shumë afër. Tash pak t'ja u tregoj i ma afër minarën. Për ndryshe, njerës ka sa dush, edhe që edhe a gjitë këtu të shku. Ka marrë një orë gjysë para kohë, po mënoj para kohë të gjumos, për arsye që me mujtë me zonë vend se dhe më thonë mushët gjamia, me njerëz edhe mush me mejtë jashtë pa e falë gjumon. Kërë, hala dhe më thonë ka kohë për gjumon, ku ka mush vetë se mo, full është, që edhe minarën pash prej afër. Tash ka më mundu me gjithë në i vend edhe une, që mu sistemu edhe me prit gjumon për me falë. Hajtë.
Sa po kena fal namazin e xumos, kallaballëk gjithandej, ama shumë interesant këtu një fakt është se domethënë pas secilit namaz ka gjenazë me fal. Domethënë tash sa falem namazin e xumos, më njerë mas u lidhëm me falën edhe namazin e gjenazës. Njëtën kohë për shembull, secilën kohë që del me fal namaz, ndesh sabah, ndesh drejk, ndesh ikindi, ndesh akşam, ndesh yatsi, sa herë mas farzit ka gjenazë me fal. Domethënë tan kohën gjenazë falet. Ndryshe ka marrë me mush pak ujë zemzemit edhe ka me dalë për xhamisë. Si që një të po, një kallaballëk i madh. Sot domethënë jam falë nalt te kati i dytë i xhamisë. Domethënë masaksisht i bje këto ka kuba jeshile që janë këto si lloj tarasa, që kam i thonë këti në spodi. Po të njëjtën kohë domethënë është si obor i xhamisë. Që në hala njerëzit falin namaz, është full hala. E tash kada prej këtu kena me zhdryp poshtë bashkë të obori i xhamisë. Si zakonisht domethënë prej në televizor, kur e shen ndash Mekën, ndash Medinën, në fakt Mekja hala s'kena shku. Nesër do shkojmë, ama për televizor kur e sheh këtë kallaballëk thu se s'ki ka levrite dhe ama realisht domethënë sa herës para teje ki hapësirë për me ecë lirshëm. Edhe një sen, për shembull, shumë shpejt qarkullon rejni. Domethënë nuk ngatrohesh me prit 1 saat, 2 saat për me dalë jashtë. Domethënë ekstrem shpejt qarkullon rejni. Po saqërisht edhe sot që është e xhumo, domethënë këtu kallaballëk i madh bëhet. Pavarësisht kallaballëkit, shprozet më njerë xhamia pa problem. Mundesh me qarkullu lirshëm, një të po, domethënë ka vend tamamile me ecë çish duhet. Vetëm se kena një problem tash. Kom haru pi ka cila himje kom hi. S'ka lidhje. Këto apet mundi me mush ujtë zemzemit për juve që keni me arë 3, vesh në shpjegim. Në më thonë, ujtë zemzemit vetëm këto burët këtu posedojnë. Kurse qeshmat në bërë xhamijes nuk janë ujtë zemzemit. Si informacion, ndoshta kur ta shihni këtë video në kush i mushet me hynja me orë, e paka shumë ta dije se ujë zemzemi vetëm të ato burët ka. Në përqeshma xhamisë nuk ka. Për ndryshe, që çdo këtë pamja për momentin. Sa po kena dalë jashtë xhamisë, dhe për momentin pamja është kështu me njerëz. Ama si që o cejka, do me thonë sa herë para vetit ki hapësirë për me ecë lirshëm. Nuk ka që të shtinë dykosh ose ta merë anën. Pak nëzet koha, sot diku 26, 25, për disa ke, 27, qëtu dishka ke koha. Për atë arsye pak edhe nëzet. Po si do qoftë, këto çadrat bëjnë hije. Bajegi. Pra si që cej ka pazit njerës, si një të pa do më thonë që kënej ka do të qeshme që mushin ujë, a do më thonë këto nuk janë me ujë zemzemi.